Ministri e ka dërgu një përgjigje timi më konkret, me datën 27 do të publikohet raporti. Në rregull, ne nuk po dojmë me marrë absolutisht, thash edhe në fillim, nuk po dojmë me ndërhyr në procese, janë procese dhe e përkrajmë çdo proces që shkon në favor të prodhimit vendor. Mirë po, këtu në këtë rast kemi të bëjmë, po kërkojmë një rezultat të një qumshti që është marrë i vetëm. Nuk po dojmë me ndërhyr në raportin i cili do të përpilohet nga ministri dhe do të publikohet me gjas deri me datën 27. Ne po kërkojmë vetëm se rezultatet e qumshtit të datës 2 korrik që janë marrë në qumshtore, që neve na thot kompania që kinë se me pretendime se ka përbërje të vajt palmës dhe qumshtit pluhur. Këtë po kërkojmë, që të krijojmë një qartësi në konsumator edhe një siguri tek fermerët, të cilët kanë domethënë besoni që kemi në mesin e fermerëve, ndoshta që është kriju një hamulli tash se çka pas ka ndodhur, pse janë kriju këto teprica. Ju garantoj edhe një sen, në emër të prodhuesve, si shoqat. Nëse këto çështje kanë mu rreh si një kohi, i lusim që ta kontrollojnë importin me produkte të dyshimta. Është në dorën e AUV-it dhe të ministrisë. Po vinë qumsht me çmime mizerie në raftet tona. A janë me metoda dumping apo si janë, nuk e di, nuk na takon neve të mirëmi me këtë çështje, por ju garantoj që çmimi në moment se lufta kryesore është edhe fermerët tani janë tu e dorëzuar qumshtin me çmim shumë tul. Ju garantoj se fermat organizume janë tu dorëzuar qumsht edhe nën kostot prodhimit. Po ne po shpresojmë që është shumë e shkurt kjo. Në momentin që mirë masat në dogana për kontrollin e këtyre produkteve, çmimi domosdoshmërisht do të ngritet tek fermerët. Domethënë këto janë kërkesa kruciale tona. Nuk kemi tu kërkuar diçka që nuk është në dorën e udhëheqësve tonë, në këtë rast edhe të qumshtorës. Kemi dalë mbrojtje të qumshtorës se jemi të bindur që janë tu prodhuar brendin vita me qumsht pastër, 100% qumsht të fermerëve të Kosovës. I kanë mbinim i fermerë. Jemi, domethënë, ne për çdo ditë ballafaqohemi me këto problematika. Me të vërtetë është situata jo shumë stabile dhe shumë e rëndë. Për mos themi thash, ndoshta dita ditës qumshtoria mund përdor metodat na ndalojë edhe qumshtin e freskët. Nuk di, kemi fermer me prodhim shumë të madh, ka fermer me 1000 litra, ka fermer me 1500 litra, ka fermer edhe mbi 2000 litra qumsht. Me të vërtetë është, po flasim për 24 orë. Është situata që qumshti i freskët nuk mund deponohet. Domethënë kjo është e merr një pikë të madhe. Për atë arsye është edhe produkt strategjik i shtetit që duhet ta mbrojmë. Nuk po kërkojmë diçka që është e pamundshme. Një rezultat ecim tutje. Mandej ne si prodhues kemi punë me qumshtorët. Nëse kemi paknasi atë ne kemi punë me qumshtorët. Ne po kërkojmë një rezultat, ecim tutje, le të heket kjo besomni, kjo dilemë është kriju, ne kemi gjithë familjarë, gjithë na pyesin a me ble, a ka qumsht pluhur, a s'ka qumsht pluhur. Është një situatë shumë e rënduar. Për ato jemi në mbështetje sepse po besojmë.